Kam një pyetje për të gjithë ju që më shikoni më dëgjoni. Duhet të flas apo s'duhet? Ju falenderoj shumë. Sepse deri tani më kanë vënë shkopin rrobë. E duhet t'i them. Tani, problemi që jemi mbledhur këtu është në çdo deri, në çdo vatër, në çdo shtëpi. Jemi që të gjithë bashkëbuajtës, jo bashkëfajtorë. Dhe kua të them, atyre 140 hajdutëve që rritin rrogat e tyre i bën nga 5 milion lekë dhe i lanë pensionistët me 120.000 lekë. 140 ata duhet që japin dorëheqjen. Që ndjetë. Të ndryshoj sistemi zgjedhor, kodi zgjedhor të ndryshoj dhe të mos jetë të mbeten të përjetshëm kryetarët e partive o kryeministër o në opozit. E treta, të hiqet ai vendim turpshëm për drejtësia sot. Të hiqet ai vendimi turpshëm që marrin gjykatat e Shqipërisë në dhomë këshillimi, që këshillohet gjyqtari me 4 muret e zyrës shtëpisë, merr vendim pa pranë të gjyqësor. Jemi vetëm vend në botë që e kemi këtë radhë. Po të flasë vojtë në herë. Drejtësia të anulloni vendimet e dhomave të këshillimit, të mos merret më vendimet e dhomave të këshillimit, se është një turp për drejtësinë dhe është një padrejtësi e madhe shqiptarëve. Tjetër, kam një problem themelor me organet të kushtetit vendare. Si që shikoni, prapë ma heqin ma blokojnë mikrofonin, po unë prapë do flasë. Pra, kemi probleme me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, e cila është kryer pronë e ish kryeministrit Edi Rama. Se është më kryeministër. Ne këtë të shkarkuar. Shkoj pronët e Izoti, ndërsa jam 100% dakord me atë që thoni Rama në burg, Berisha në burg, se janë të dy një lloj. Madje Berisha e bën këtë në pushtet. Unë ju falenderoj që më dëgjuat, do të na sprap dhe nesër dhe pasesër këtu jemi. Ju falenderoj shumë që jeni këtu, që jeni mladh. Unë jam shkudrane, kam 34 vjetë nga migrim. Nga barë ma e të humës. Mos e lëshoni Shqipnin, këtu ma ka lukëtan. Nuk është emigrimi zgjedhje, është slavërim. Nuk është kusht i lumtur në emigrim. Ta dini këte. Nuk është asnjë i lumtur. I lumtur është vetëm e vet. Dukën e vet. Qëndroni. Sali Berisha, Edi Rama duhet më shkon burg. Ata e ka çu këtë fam kështu. Ata na kanë bo me ik me madh rrugat. Na kanë grabit punën. Edhe pse kina ba pas më të kur. Spaci. Ju lutem. Ju përgjërohem. Rini këtu. Mos e lëshoni Shqipnin. Mos e alani derdhave Shqipnin. Se bëllna bëll.
Balkan jam! Shqipëria! Shqipëria! Nuk Shqipëria! Shqipëria! jam Shqipëria! të gjithve që jeni këtu. Edhe ju lutem vazhdoni, diasporës, i bajthire që vinë këtu, emigrantët të vinë këtu, emigrantën e vetë, Revolucion! vurin preshën në vetë, Revolucion! Raman Turk, Berishan Turk, Yazirja ma e budu. Rama për Berishan! Rama për Berishan! Ju të në dërëm, Rama për Berishan! ju raj, jusimin është qeverisë. Rama për Berishan! Janë të dy bashkë, 35 vjetë. Sa mirë që i keni marrë vesh, e që i marrë në thumë. Rinia du të beken drita e shile për këtë vend. Drita e shile. Emigracionit i bajthire të vinë këtu. Këtu. Të marrin pushime të vinë këtu. Jo për plazh. Këtu. Në ndërtu një Shqipëri e re. Me pronën, me institucione, me ligje, me spitale, me pleq që marrin që në Europencian. Ashtë e pa mujtën me jetu këshu, midis Europës. Ne jetu në Shqipërin, edhe më të mirë se Europën. Jo si Europën, edhe më të mirë. Nuk e duk se Europën, i do në edhe më të mirë. Shqipëri! Që afron gjithë shka, luftoni ju, që të vinë edhe emigrantët, edhe të luftojmë gjithë bashkë. Se nuk panë ma uj pilafi, në kanë ba me ma rrugat, në nëjnë vend huj, i hujnë jashtetit, i hujnë vendin tonë, kjo smullet me kenë ma, korupcion, gjithë kumë, janë ba si grafa, këtë me vjarë, keni me degi iko njerës, s'keni me marrë qa me vini, këtu keni dilam, më sjeni të shkemi sa një Përshëndetje gjithëve. Vetëm vështirë me gjithë